Përshëndetje të dashur miq të Times. Jemi sërish për të zbuluar të vërtetën se ku ka shkuar e mjitura Bleona Mata. A i kemi të bëjmë me një grup të strukturuar kriminal, të cilët e kanë rrëmbyer për qëllime trafikimi, për qëllime të qenieve, trafikimit të qenieve njerëzore, shfrytëzimit seksual apo shfrytëzimit ekonomik, apo qoftë edhe një birësimi nga ndonjë familje e cila nuk ka pasur mundësi, qëllim trafikimi organesh dhe një sër hipotezash të tjera, të cilat organi akuzës kompetent i cili e ka hetuar të çështje nga viti 2010 duhet i ketë ngritur. Megjithatë, ngelet për të parë gjithë dinamika se si kanë zhvilluar këto ngjarje, çfarë kanë bërë personat të cilët janë të lidhur ngushtë apo kanë qenë të lidhur ngushtë me të miturën Bleona Mata. Kjo është një çështje që duhet të rihapur edhe për faktin që nëna nuk ka rreshtur asnjëherë për ta kërkuar bijën e vet, pra ka shkuar gjithandej në televizion edhe kudo për kërkuar bijën e vet. Natyrisht besoj që kjo çështje mund të hetohet me profesionalizëm nga prokuroria e posaçme duke hetuar të çështje si një grup i strukturuar kriminal i cili ka mundsuar, ka ndihmuar për të humbur gjurmët e miturar Bleona Mata. Kjo është një çështje që ne na shqetëson të gjithë si shoqëri, për cilën ne asnjëherë nuk kemi reaguar, pra duhet një reagim i madh publik, jo vetëm për të çështje, por edhe për çështje të tjera të cilat janë sensitive, të cilat kanë të bëjnë me të miturit, të cilat kanë të bëjnë me humbjet e jetës njerëzore. Kështu që besoj që nëna apo prindrit e Bleonës do të kenë ndjekur rrugën ligjore të inkallëzimit penal pranë prokurorisë posaçme, në mënyrë që të hetojë gjithë dinamikën e kësaj ngjarje. Ne do të shikojmë se çfarë reagimi do të ketë edhe publikisht, sepse ka dalë nëna në rrugë mediatike me gjithë avokatin e saj, ku ngre aludime të ndryshme, pra ajo aludon edhe tek njerëz të afërm të cilët mund të kenë ndihmuar, mund të kenë fshehur, mund të dinë diçka, apo mund të ta kenë rrëmbyer Bleonën e mitur. Kësaj çështje i ngelet për t'i dhënë një përgjigje nga një organ i specializuar i cili do të zbardhi të situatë kaq të rëndë, një situatë e cila na ka trishtuar të gjithë neve. Bleona mund të jetë 21 vjeç, pra ka gati 15-16 vite që ajo ka humbur gjurmët dhe ka formuar personalitetin e vet, karakterin e vet, por natyrisht ndoshta nuk e di që prindrit e saj janë gjallë, prindrit biologjik janë gjallë, pra ka qenë një fëmijë shumë i mitur. Megjithatë, shpresojmë tek drejtësia, shpresojmë tek prokuroria e posaçme që të jetë i dritë mbi këtë çështje kaq të rëndë që ka shokuar gjithë opinionin publik, por në veçanti prindrit e të miturës Bleona Mata. Shpresojmë te drejtësia dhe shpresojmë tek shpreha, drejtësia vonon, por nuk haron. Le të shikojmë çfarë do të bëjë spaku. Faleminderit nga avokata Alban Duraj.